A janë tre ekzistenca. Mbi dojegja për superkonsciencë është gjithmonë ekzistencë në formë energjie. Ajo është që ne na lidh me universin me shumë dimensione tjera, po edhe me Zotin. Superkonsciencë jemi ne, qenia jonë e brendshme. Aty fshihen të gjitha sëmundjet e njeriut edhe të gjitha aftësitë e njeriut në subkonsciencë. Në sa konsciencë është kjo që ne jemi duke përdorur tani, duke folur njëri me tjetrin. Dëshirimi i njeriut, subkonsciencë ka rëndësi shumë të madhe. Aty janë të shtërëzuara të gjitha sëmundjet e njeriut, ose të gjitha tëmirat e njeriut e të gjithë qiejt e Po mirë, njeriut. pse mendon ti që bota apo natyra, s'po them. Pse mendon ti që natyra ja dha këtë fuqi kaq të jashtëzakonshme shkraparlinjve dhe beratasve? Dhe nuk ja dha për shembull Veriut, nuk ja dha Shkodrës, nuk ja dha Korçës, nuk ja dha Sarandës. Këto perëndi atëherë, kur zbritën në tokë, Po? ato kanë qenë perëndit Elohime. Perëndit Elohime janë perëndit para ilirëve, atë shtrëgjyshit e ilirëve. E kur kanë zbritur në tokë, ata, origjina e tyre, ata kanë ardhur nga Siriusi. Nga sistemi diellor i Siriusit. Sistemi diellor i Siriusit ka 2 diell. Edhe një planet të banueshëm. Siriusi C është toka e tyre. Nësa Siriusi A është dielli i tyre që është 22 herë më i madh nga dielli jonë dhe 22 herë më i ndritshëm se sa dielli jonë. Quhet në gjuhën e vjetër popullore edhe dielli mbrapa diellit. I ke parë këto ti vetë? Unë këtë diellin mbrapa dielli kam bërë shumë, një kohë shumë, derisa në një perëndim të diellit e kanë kapur diellin mbrapa diellit. Dhe e kanë fotografuar. Edhe ka dalë dielli, derisi në formë kokërdardhe, sa i dielli mbrapa është më i vogël, edhe i ka dhënë formën e diellit, i ka dhënë formën e dardhës. Ai është dielli mbrapa diellit, pra është Siriusi. Siriusi A. Dhe e ke këtë foto? Po e kam këtë foto. Mas shumë tentativash, shumë fotos të perëndimit të diellit, e kanë kapur. Çfarë do i thosh ti atyre që nuk të besojnë? Që nuk besojnë as tek shërimi yt pa ilaçe, që nuk besojnë as tek teoritë që ti u jep. Këtu le të jenë të lirë ata, nuk të them besojnë te unë ose tek ato bimet. Ata është e mira që njerëzit besojnë Zot. Një njeri që nuk beson Zot është njeri bosh. Sepse vetë njeriu është krijesë, është një krijesë që është një mikrozot. Pra Zoti i ka dhënë të gjitha llojet fuqive dhe ti mos besosh në Zot, ti nuk beson te vetja jote. Dhe si është, sa e bukur që është dhe gjithë kjo që ne bëjmë bashkë bisedë. Ti emrin e ke Ëngjëll. Po, Imagjino. ka lidhje me jetë e kaluara. Edhe në disa jetë kaluara unë kam patur emrin e Ëngjëll. Po në gjuhë të ndryshme apo në shqip? Po edhe në gjuhë të ndryshme. Edhe në gjuhë të ndryshme? Në një jetë që morë në turqisht, Meleq. Meleq? Po, Meleq i thonë Ëngjëll. Se isha kohë turqisë atëre. Po. Kështu që edhe emri nuk është asi. Po fëmijët çfarë thonë? Si për shembull, Në këto biseda që bën ti me ta? besojnë deri diku, por këto janë shumë dhunti. Kështu që dhuntia nuk është se trashëgohet, nuk trashëgohet dhuntia. Ke dhënë ti me duar ti? Po, Çfarë shëron ti me duar? dhimbje të ndryshme. Mirë, do ta mbajmë këtu bisedën bashkë. Ëngjëll, faleminderit shumë që e bëm këtë bisedë. Edhe unë ju falenderoj tjerë. Edhe Ëngjëlli është real people, është një personazh i vërtet në këtë jetën tonë, në këtë përditshmërinë tonë, në këto lëvizje që ne kemi. Dhe ashtu siç bëri në fakt një e afërme e Ëngjëllit, e cila ma sugjeroi, mund të bëni edhe ju në rrjetet sociale Flori Gjini, ku mund të më jepni sugjerime për personazhet vërtet që mund të intervistoj. Lini komentin tuaj poshtë nëse besoni tek historia e Ëngjëllit dhe nëse keni një pyetje për të. Dhe mos harroni të jepni like edhe të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini për intervistën e radhës. Gjithë mirë.